Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht të zorrën e trash dhe humbisni pesh me këto përbërës që bëjnë mrekulli. Zorrët luajnë një rol të rëndësishëm në trupin e njeriut. Ato mbajnë ekuilibrin e ujit në trup dhe rregullojnë sistemin imunitar përmes procesit të tretjes. Për një trup të shëndetshëm, funksionimi i zorrës së trash është jetik. Në rast se zorra juaj nuk po funksionon ashtu siç duhet, mbeturina toksike nuk do të dalin jashtë trupit dhe ato mund të absorbohen nga muret e zorrës së trash. Ndërkohë, përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recet janë 1 litër ujë i pastër, 1 lugë çaj piperi kuq, 2 lugë çaj shurup panje, lëngu i 1 kokër limoni të shtrydhur. Përgatitja e këtij ilaçi është mjaft e lehtë. Ju duhet që të përzjeni që të gjithë këta përbërës në një gotë dhe ta konsumoni atë për 10 deri në 16 ditë në mënyrë të rregullt. Ndërkohë, duhet ta përdorni atë për 5 deri në 6 herë në ditë nga një gotë. Duhet të pini vetëm 1 litër nga kjo përzierje në ditë, jo më shumë. Përbërësit e këtij ilaçi natyral kanë veti të larta detoksifikuese dhe gjithashtu do të ndikojnë në pastrimin e zorrës së trash dhe përpasoj do të ndihmojnë edhe në rënien tuaj në peshë. Gjithmonë konsultohuni me mjekun para përdërimit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastrimi i zorrës së trash u bë i famshëm gjatë viteve 1920-1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe njëkohësisht ushqime të tjera munden që të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe të helmeve në trup. Këto toksina munden gjithashtu që të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe njëkohësisht energji tepër të ulët. Kur ju vendosni të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore që të zgjidhni ato të cilat janë të larta në fibra dhe në ushqyes. Sipas ekspertëve, mollët janë të larta në fibra të tretshme dhe njëkohësisht ato ju ndihmojnë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra të cilat eliminojnë kapsllëkun. Farët e lirit janë të pasura për pastrimin e zorrës së trash. Ato gjithashtu përmbajnë fibra të cilat përmirësojnë thithjen e ushqyesve nga zorrët. Fara e lirit do t'ju ndihmojë ju që të zvogëloni edhe rrezikun e sëmundjeve të zorrës së trash, si edhe të mbroni zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Ja receta e mrekullueshme e cila do t'ju mundësoj një pastrim efektiv të zorrës së trash nga toksinat. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 mollë, 1 lugë mjalt, 1 lugë fara chia, 1 lugë çaj fara liri dhe ja metoda e përgatitjes. Së pari përzieni që të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj provojeni ta vendosni këtë përzierje në gotë dhe më pas të hidhni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur hani ushqime të cilat janë të pasura me fibra të tilla si për shembull molla, është e rëndësishme që të pini shumë ujë. Nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton reaksion, konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj. Ka disa probleme të tretjes të cilat janë të dëmshme për shëndetin ton si diarrea, dhimbje, sindromi i zorrëve të irrituara e të tjerë. Kjo reflektohet në të gjithë trupin ton dhe është shumë komplekse për t'i trajtuar ato. Por zgjidhja është shumë më e lirë se sa ne mendojmë, sidomos ajo gjendet në kuzhinën tonë. Së pari ju duhet të ndiqni një dietë të shëndetshme e cila ju ndihmon në largimin e toksinave nga trupi dhe eliminimin e parazitëve të zorrëve. Një mënyrë e mirë për të filluar është përdorimi i një çaji të veçantë dhe njëkohësisht të thjeshtë me përbërës të cilët me siguri ju i keni në kuzhinën tuaj.
Ky çaj synon që të pastrojë tërësisht sistemin e tretjes dhe përdor vetëm 4 përbërës. Përbërësit janë xhenxhefil, mollë, limon dhe njëkohësisht krip deti. Secili nga ata ka një funksion të veçantë në pastrimin e zorrëve. Xhenxhefil. Xhenxhefili përdoret për të trajtuar tretjen e dobët, për të rritur sekretimin e lëngjeve të tretjes dhe njëkohësisht për të inkurajuar lëvizjen e zorrëve, duke ndihmuar kështu lirimin e jashtëqitjeve të trupit së bashku me mbeturinat dhe toksinat që ai përmban. Ndërkohë, molla, një fryrje çrregulluar mund të rregullohet me konsumimin e rregullt të fibrave dhe një nga avantazhet e mollës është furnizimi me shumë fibra. Fibrat e mollës rregullojnë zorrët duke ndihmuar në zbutjen e çdo çrregullimi, nga kapslloku në diare. Limon. Limoni përmban shumë antioksidant dhe një sasi e madhe e vitaminës C, e cila është e tretshme në ujë. Për këtë arsye mund të kalojë lehtësisht në zorë dhe të shkatërrojë radikalet e lira dhe toksinat e ndryshme, një funksion që gjithashtu e bën limonin efektiv në parandalimin e sëmundjeve të zorrëve. Krip deti. Kripa e detit mund të lirojë mbajtjet e lëngjeve dhe kjo pije do të ndihmojë në pastrimin e zorrëve. Përgatitja. Nxeheni ujin në një tigan derisa të jetë mjaft i nxehtë për t'u pirë pa vluar. Kur uji të ketë arritur nxehtësinë e përshtatshme, hidheni në një gotë, shtoni krip deti dhe më pas përzieni. Shtoni lëng molle, lëng xhenxhefili dhe lëng limoni. Pijeni çaj në mëngjes esëll në temperaturën e dhomës. Pijeni përsëri para drekës dhe përsëri në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme që të pini 6 deri në 8 gota ujë gjatë ditës, pasi ju ndihmon për largimin e toksinave nga zorrët. Ndërkohë, sipas ekspertëve, këto janë ushqimet më të mira për zorrët tuaja. Kosi. Kosi me fruta, si për shembull manafera, boronica, është një ushqim mjaft i dobishëm, sidomos për shëndetjen, pasi mundet që të sigurojë të gjitha vlerat ushqyese më të rëndësishme për mikrobiomin e zorrëve. Dietologja Michelle Sari ka thënë se kosi është një ushqim themelor për zorë të shëndetshme, pasi ai është i pasur me probiotik si lactobacillus dhe bifidobacterium, baktere këto të mira për mikrobiomin e stomakut, të cilat ndikojnë shumë mirë edhe tek trakti i tretës. Salmoni. Peshku salmon posedon sasi të konsiderueshme të proteinave dhe përveç tyre, ai është i pasur edhe me acide yndyrore omega 3, i cili është i nevojshëm për organizmin. Në mënyrë që të zvogëlohet inflamacioni në zorë dhe të promovohet shëndeti i përgjithshëm i zorrëve duke ngrënë salmon, ka thënë dietologja, vetit antiinflamatore të omega 3 ndikojnë pozitivisht në balancimin e mikrobiomit të zorrëve. Bajame. Këto arror njihen si fruta të thata ndër më të shëndetshmet, pasi janë të pasura me vlera ushqimore, si edhe njëkohësisht luajnë një rol në balancimin e mikrobiomit të zorrëve, menaxhimin e peshës trupore dhe njëkohësisht në rregullimin e tretjes. Bajamet përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrave dhe proteinave, gjë e cila e ndihmon organizmin të ndihet i ngopur, duke mos e nxitur dëshirën për të ngrënë ushqime të panevojshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!